Për një lidhje me luftë, ishte kur kemi ardhur në Skenderaj. Ishte shumë interesant sepse kemi bërë një vizit tek Pragaz. Edhe unë ishe shumë e prekur. Sepse në lajme në Amerikë ishte krizë e Kosovës. Quhet krizë. Nuk kemi quajtur luftë. Po edhe kur jemi kanë në Pragaz, thash, ç'është kjo? Kjo nuk ishte krizë. Do me thënë, mediat në Amerikë flisnin vetëm për një krizë, apo jo? Po, në lajme, ja kupton, quhet krizë e Kosovës, edhe kur jam kanë në Pragaz, unë ishe shumë e prekur. Thash, wow, kjo më vjen keq, për ishte gjenocid. A kupton, edhe kam bërë më shumë kërkim, edhe kam përsysh sa keq ishte. Edhe unë, të them drejt, unë respektoj shumë Kosovarët që kanë kaluar atë kohë.